Në kullat historike të Bujanit në Tropoj pritet të nisë një ndërhyrje e rëndësishme restauruese që synon t'i bëjë këto monumente të aksesueshme dhe të promovuara si asete të çmuar të turizmit historik dhe kulturor të zonës. Për këtë qëllim, kryetaria e Shoqatës së Gjeoteknikeve të Shqipërisë, akademikja dhe inxhinierja Lulieta Bozdo, së bashku me Kristaqe Pulerin, vizituan kullat historike të Bujanit të shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Tropoj, Regj Byberi. Këto monumente mbartin jo vetëm vlera të veçanta kulturore e arkitekturore, por edhe një pjesë të historisë së qendresës së malësisë së Gjakovës ndër shekuj. Ato përfaqësojnë një pasuri të çmuar kombëtare që kërkon ruajtje dhe rikonstruksion me profesionalizëm teknik e ndjeshmëri ndaj trashëgimisë tradicionale. Pas përfundimit të rivitalizimit të kompleksit muzeal në Baramcuri, kullat e Bujanit do të jenë destinacioni i radhës në planin e Bashkisë Tropoj për forcimin e identitetit kulturor dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm në veri të vendit. Për këtë projekt, Bashkia Tropoj ka aplikuar për fonde nga Bashkimi Evropian për trashëgimin kulturore, të cilat të pritën të plotësojnë kontributin financiar të vetë bashkisë. Në këtë vizitë, akademikja Lulieta Bozdo, e cila është rikthyer në Tropoj pas 51 vitesh, u shpreh e emocionuar dhe e gatshme të kontribuojë në këtë nismë të rëndësishme për ruajtjen dhe promovimin e identitetit kulturor të zonës. Sipas akademikës Lulieta Bozdo, kullat e Bujanit janë jo vetëm monumente guri, por dëshmi të shpirtit të qendresës së shqiptare. Është detyrë profesionale dhe morale t'i rikthejmë ato në jetë me kujdes e dashuri për trashëgiminë tonë.